Jam një djalë 19 vjeçar, kohët e fundit kam pasur dyshime të theksuara në besimin tim te Allahu, për një periudhë kohe madje u largova Islamit, e megjithatë nga ato që jeta syt shoh bekimet të pafundme dhe pas një ndodhie të sotme të cilën do ta mbaj private, vendosa t'i kthesha përsëri Islamit. Fal 5 vakte në të recitoj Kur'an. Nuk jam ndier kur më mirë dhe pendesa ime është e pafundme. Megjithatë kam një pyetje. A ka ndonjë mënyrë për të parandaluar ndodhi të tilla si humbja e besimit? Ky është o vëllezër një pyetje aq e bukur, aq e mirë, aq e frikshme. Kam besu, kam qenë me namaz, kam qenë me të gjitha, në një moment është shujt, çdo gjë, është fik, çdo gjë. Kjo ka dy arsye madhore. Një, ignoranca. Pra marrja e fesë pa dituri. Të i bë gjitha punët e fesë me namaz, me agjërim, me kujdesion e tjerë, dituria zero. Çfarë ndodh në një moment caktuar, ndodhin fenomene të caktuara në jetë që s'ja din komentimin islam se si e kanë. Një, pa dituria. Gjëja arsyeja e dytë është vetë pëlqimi dhe kënaqësia. Ai duket ky sikur e kupton fen, s'ka nevojë as për hoxha, as për ditë gjitha. Një moment caktum buzën hum, thot populli. Pam, bie. Mund të jetë shoqënia, mund të jenë kënaqësitë, mund të jenë pasionet, ka shumë arsye, por këto unë mendoj këto janë dy kryesoret. Ignoranca dhe e dyta vetbesimi i madh i njeriu tek vetja e vet, i duket sikur s'ka nevojë. Feja është kollaj. Edhe duket sikur ka kalu fe atë fazën e zotërimit të fesë dhe tani po shet diçka tjetër. Ku ka diçka tjetër më? Në fe është gjithçka dhe menaxhohet gjithçka. Aty është interpretimi për gjithçka. Po elhamdulillah Zoti i madh, rob të sinqert nuk i lën humbje. Sebebe nga më të ndryshmet, goditje nga më të ndryshmet, sprova nga më të ndryshmet, bëhen sebeb që njeriu t'i çelen syt prap, dhe kjo tregon dashurinë e Allahut për robën e tij. Kjo tregon dashurinë e Allahut për robën e tij.